dëshmive të banorëve, të cilët efektarëve që kanë qenë brenda në tregun e veshmbathjeve në këtë zonë. Si shikojnë, tregu është në një gjërsi të gjerë në fakt, ku kanë qenë disa dyqane të përfshirë, mund të themi janë 30 dyqane të cilët kanë qenë të përfshirë në këtë zonë, pra që shisnin tregtar rroba dhe veshmbathje. Pra në famje që vinë pikërisht nga lagja 13 e plazhit, në fakt ajo që mund të themi është që ka turistë të huaj të cilët shikojnë të shokuar të situatën në zonën turistike pikërisht në këtë muaj ku është i mbushur me turistë të huaj i gjithë vendi. Albana, forca, pranit autoambulancave kanë në zonë? Në fakt janë 2 autoambulanca në zonë të cilët janë në gatishmëri të ndonjë rreziku, por fatmirësisht nuk ka pas të lënduar dëm tani nga ky zjarr masiv i cili ka përfshirë në vetëm pak minuta i gjithë zonën e tregut të veshmbathjes në qytetin e Durrësit në lagjën. Janë 2 autoambulanca dhe 8 zjarrëtitë të cilët po punojnë për neutralizuar situatën masive të zjarrit cili kishte rënë në lagjën 13 dhe policia ndodhet në vendngjarje. Ajo është mund të thënë gjithashtu janë bllokuar rrugët kryqëzore, por dhe rrugët kryqëzore që lidhin zonën e plazhit me Durrësin dhe me zonat e tjera pikërisht të vendit. Albana, gjithsesi ne do qëndrojmë me pamjet e drejtpërdrejta që po na mundson në këtë zjarr të madh të rënë në Durrës, nëse ke mundësinë për të marrë informacion nga qytetar apo dëshmitar okular aty apo pse jo dhe tregtar, mund të na sjellësh pranë në lidhje të drejtpërdrejtë në Syri Televizion për të mësuar pra se çfarë ndodhi dhe si e përjetuan këto flak këto tregtar të zonës apo dhe qytetarët të cilët ndodheshin aty pranë për të mësuar më tepër se shkaktarët, nëse mund të kemi informacione pra për momentin e rënies së zjarrit apo arsyet e këtij zjarri të madh në këtë treg të veshmbathjeve në lagjen 13. Jemi drejt për drejt me pamjet që vinë në lagjen 13 të qytetit bregdetar të Durrësit. Bëhet fjalë për tregun e veshmbathjeve i cili është shkrumbuar i gjithi nga një zjarr masiv i rënë vetëm pak minuta më parë. Janë 8 zjarr fikse të zonës, të cilat të Durrësit, po ashtu edhe të Kavajës, të cilat ndodhen tashmë për të vënë në kontroll flakët dhe për të neutralizuar atë. Ka banesa por dhe biznese pranë që ndodhen, situata duket akoma alarmante, nuk janë vendosur nën kontroll flakët, presim sigurisht mbërritjen edhe të tjera forcave të zjarrfikse, nëse do t'jetë nevoja për ta vendosur këtë zjarr nën kontroll. Është një zonë e banuar, e mbi populluar, jo vetëm me qytetarë vendas, por edhe me turistë të shumë cilët ndodhen për të pushuar në bregdetin e Adriatikut në Durrës, teksa ne po i shohim këto pamje të drejt për drejta. Albana, nga që ke mësuar të mësosh informacionet që ke deri në këto momente, ka qytetarë të lënduar apo që mund të kenë patur probleme për shkak të tymit krijuar? Në fakt deri më tani nuk ka asnjë të lënduar nga ky zjarr masiv që ka rënë në zonën e plazhit të Durrësit. Në zonën e plazhit të Durrësit, por mund të theksojmë që janë 2 autoambulanca në vendin e ngjarjes, siç mund të shikojmë dhe tani nga pamjet të cilët janë në vendin e ngjarjes të kuadrit në gatishmëri të gjithë personave të cilët ndodhen. Disa kanë qenë brenda dhe disa kanë qenë brenda, mund të shikojmë anët kryesore të kësaj rruge. Në fakt, ne tani nga jo çfarë mund të kemi komunikuar me tregtarët brenda, kanë qenë 2 dyqanet e para që janë përfshirë nga flakët dhe më pas në disa sekonda zjarri është përhapur në të gjithë zonën e tregut të veshmbathjeve pra në lagjën 13. Situata siç mund të shikojnë po bëhet në kontroll nga ana e të zjarrfikseve, po ashtu ka shqiponja dhe policia po largojnë të gjithë banorët. Është ndaluar qarkullimi Albana në këto momente?
Qarkullimi absolutisht nuk ka vazhduar, janë bllokuar totalisht rrugët, ndërkohë siç mund të shikojmë dhe nga pamjet janë policia të cilët mundohen të largojnë banorë të zonës të cilët tentojnë të afrohen se dhe të kalojnë perimetrin e sigurisë të cilët është vendosur nga ana e policisë bashkiake, por siç shohim kurreshja e qytetarëve vazhdon të shkojë drejt vendit ku akoma nuk është neutralizuar dhe nuk është shuar komplet totalisht flakët në këtë treg industrial. Servitët vazhdojnë të lëvizin në mënyrë të vazhdueshme për të mbushur me ujë dhe për të bërritur, për të bërë të mundur, si shpesova, shuarjen e plot të flakëve të cilët ishin përfshirë vetëm në disa minuta totalisht zonën e tregut të madh në zonën e lagit Trembërtier. Fatmirësisht dhe më tani sa mund të theksojmë se zjarri nuk ka kaluar për masat e perimetrit të tregut të Veshmbathjeve, pra nuk ka pasur banesë të tjera të përfshirë nga flakët. Pra nga ajo që shet tani Albana ka një normalizim, nëse më të quajmë kështu, të situatës? Në fakt nga ajo që mund të themi është normalizuar situata dhe është vënë nën kontroll, po janë vatet e fundit të zjarrit, pikërisht ku po bëhet e mundur dhe shuarja e tyre totalisht nga ana e zjarrëfisës së Durrësit. E kuptoj. Jemi me pamjet e drejt për drejta që vinë nga lagja numër 13 e qytetit të Durrësit. Bëhet fjalë për tregun e Veshmbathjeve, i cili ka shpërthyer gjithë në